falëndrimi së pari takon Allahu subhanahu wa taala. Pastaj vëllezërve të cilët na kanë përkrahur këtë organizim, domethënë rinia është aktivizuar fuqishëm dhe alhamdulillah përgatitjet kanë shkuar tepër në nivel dhe shpresoj se edhe organizimi, domethënë në vijim do të jetë në nivelin të cilën e kena para pa fillimisht. Sa i përket qëllimit, ne kena pas qejf që qyteti tonë si një qytet me traditë fetare, i cili meriton shumë më shumë, por ne ndoshta s'mund t'ja japim atë që meriton, por tentojmë që t'ja japim aq sa kena mundësi, për mundësinë tonë maksimale. Dëshirojmë që të bëjmë një atmosferë, me thonë Ramazani, një koncept pak më ndryshe, një takim më të veçantë, ku populli jonë do të jepet mundësia që të dëgjon ligjërata, të ketë prezent, me thonë Haxha, sikurse është hoxha i nderuar Zekeria Bajrami, sikurse është hoxha i nderuar Renzi Isaku dhe hoxha Jon Ali Ashani. Dhe kena musafir të veçantë, vllahun ton, Adem Ramadanin, laistin e njohur, me thonë ekipin e tij, të cilët padyshim do të japin një atmosferë të veçantë këtij takimi. Kemi pas një tribun dhe një ditë të ri atje jashtë kishin thonë një tjetrit, njëri kishte thonë ja more të shkojmë të ulemi se do mbesim në kam. Ai tjetri kishte thonë do mbesim në kam, nuk ka kombëtar hoxhallah. Lumet na kush bona mjer dhe shumë milan bona Shimoni bonashtu Ramazano fatio Shimoni bonashtu Ramazano fatio E bilsede Ramazan Jezon shdo Ne jemi musliman për çdo herë. Ne nuk jemi Ramadaniyun, ne jemi Rabbaniyun. Ne nuk e adhurojmë Ramazanin, por në Ramazan më tepër adhurojmë Allahun dhul Jalal. Allah aleyhi Allah shoye yazma bimin alalim beygoye samir kayoy yodi desodi koy vezodi Allah aleyhi Allah shoye Zoti jam është ai I cili është Khaliku kulli shay, krijuesi çdo gjaje. Prandaj ti I ri dashur mos jep kokën me qira. Hin e ki librin e Zotit, e ki porosinë e pejgamberit alayhis salam. Mushe zemrën me dituri, mushe mendjen me dituri, mushe zemrën me iman dhe jeto me ndershmëri dhe armëri që kemi vetëm në këtë formë. Ummeti e pret ndihmën, ne kemi nevojë për mjek musliman, inxhinier musliman, shkencëtar musliman që madhurojnë Allah subhanahu wa taala. Arkitektura dhe zbukurimi I saj, arkitektura e saj është dituria, ndërsa ajo që ka jep shmekun, ajo që ka jep shijen më të madhe është morali. Nuk ka fe një rini në të cilën nuk ka moral. Subhanak, subhanak ya Rabbi, subhanak, subhanak.
është shumë rëndë me fol pas dy veteranëve të davetit, pas Molla Zekeriahit dhe pas hoxhës Remzi, lusë Allahu Gjellu Ala që Allahu t'ju ndriçoj rrugën, ashtu si që ka ndryshuar qytetin tonë me prezencën e tyre. Çfarë do me thonë që ne të ecim përpara krah për krah? Allahu Gjelle Gjelalu ka zbritur të dërguarit të tij ajete. Dhe gjithë çka tjetër ndërtuar meritokraci. Vjen përpara ai cili meriton, jo dikush tjetër. Dhe të qëndrojnë për krah vëllezërve tonë me dashuri dhe me harmoni. Është momenti më i veçantë i tribunës tonë. Me ndihmën e Allahut dhe në bashkëpunim me kompaninë për umre Medina Travel, kemi kënaqësinë që të shpallim 2 udhëtime për umre. Përzgjedhja do të bëhet nga hoxhallarët e nderuar Remzi Isaku dhe Zekeria Bajrami. Numri 365, 365. Allahu në ka dhënë hapësirë dhe mundësi që në shumë lloje të adhurimeve të arrijmë faljen edhe mëshirën tek Zoti i Madh subhanahu.